Kombëtarja shqiptare u kualifikua sot në play-offin e botrorit për herë të parë në histori. Fitoria në Andorë u festua nga të gjithë pjesëtarët e stafit kuqezi të lojtarët, përveç Armando Brojas. Lojtarët shkuan poshtë tribunës së tifozëve shqiptar që kishin udhëtuar për të parë ndeshjen, por Broja ishte dukshëm i trishtuar për paraqitjen e tij dhe u shfaq gati i përlotur ndërsa të tjerët festonin. Ishte Elseit Hysa e ai që shkoi ta merrte sulmosin e Burnleyt dhe ta bashkonte me shokët e ekipit. Broja, i cili nuk la gjurmë, u zëvendësua në minutën e 59 të ndeshjes me Uzunin, kur sfida ishte bllokuar ende në shifrat 0-0, përpara se Kristian Aslani të shënonte golin dhe të jepte fitoren e madhe Shqipërisë që e çon në play-offin e botrorit. Kombëtarja shqiptare ka fituar 1-0 finalen ndaj Andorrës duke zyrtarizuar pjesëmarrjen në play-offin e botrorit fal edhe fitores së Anglisë ndaj Serbisë me rezultatin 2-0. Kristian Aslani shënoi golin e vetëm të ndeshjes së kuqezinjve në minutën e 67 pas një sulmi të shpejtë nga e djathta. Myrto Uzuni pasoi bukur në zonë përmes fushorin e Torinos, i cili me të djathtë ndërgoi topin në rrjet. 45 minutë i parë ishte pa emocione, ndërkohë që rastet e pastra munguan për kuqezin deri në minutën e parë shtesë kur Berat Gjimshiti goditi traversën me kokë pas një goditje e këndi. Anglia ndërkohë fitoi 2-0 ndaj Serbisë, duke bërë që kombëtarja të zërë vendin e dytë në grup me 14 pikë, 4 më shumë se Serbia, kur ka mbetur vetëm një ndeshje për të luajtur.